Territori i Kosovës për datën 1 prill 2026 do të karakterizohet nga mot i paqëndrueshëm me vranësira dhe reshje shiu në të gjithë territorin. Paraditja dhe pasditja do të jenë me reshje shiu pothuajse në të gjitha zonat. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 2 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 11 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë deri mesatare nga drejtimi jug-perëndimor me shpejtësi 3 deri në 6 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën pritet të jetë i ulët rreth 2. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 6:11 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 19:08 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë: Mitrovica 4 deri në 10 gradë Celsius, Podujevë 2 deri në 8 gradë Celsius, Skënderaj 4 deri në 10 gradë Celsius, Pejë 4 deri në 10 gradë Celsius, Prishtinë 3 deri në 10 gradë Celsius, Gjakov 5 deri në 11 gradë Celsius, Malishev 3 deri në 10 gradë Celsius, Gjilan 2 deri në 11 gradë Celsius, Ferizaj 3 deri në 9 gradë Celsius, Kaçanik 2 deri në 11 gradë Celsius, Suharek 5 deri në 11 gradë Celsius, Prizren 4 deri në 9 gradë Celsius,